kemi ndërtuar vepra të jashtëzakonshme, të cilat do të qëndrojnë aty tek vitet do kalojnë, dhe ju duhet ndjeni krenar për gjithë shka kemi arritur. Më vjen keq që situata ime personale ka krijuar vonesa në proceset jetësore që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet performoj. Më vjen keq që kam ngarkuar qeverinë shqiptare në këto muaj me një peshë që nuk e meriton, për shkak të gjithë rezultateve që kjo qeveri ka sjellë në këto 12 vite. Më vjen keq që është ndikuar qetësia juaj personale, e familjarëve tuaj, dhe padyshim më vjen keq për ditët dhe muajt e humbur në procese të rëndësishme që duhen çuar menjëherë përpara.